denonson vjedhjen e fondeve të Bashkimit Evropian në Shqipëri, ndaj dhe thotë se Olaf ka identifikuar parregullsi serioze në zbatimin e IPARD, gjë që ka çuar pezullimin e 130 milion euro për fermerët shqiptar për shkak të vjedhjeve të fondeve të Bashkimit Evropian në agjencitë e Ministrisë Bujqësisë dhe mos hetimin e tyre me urdhër të Edi Ramës nga skapi i partisë. Vazhdo. Ja kthej edhe një herë. Shumica e fëmijëve shqiptar mbeten në rrezik varfërie. Një nga lajmet më të zeza që vjen nga Brukseli. Vazhdo. Konkretisht ato që thamë në sipër, paralajmëron ashpër ndaj Ballkanit hapur, krenar që opozita mbushi bulevardin kundër tij, rrezikon krijimin e strukturave paralele që dëmtojnë procesin e Berlinit. Ballkani hapur ishte një nismë e mbështetur nga Rama, Vučić dhe Sergej Lavrov dhe Alexis Soros. Alex Soros. Edhe letra e përbashkët Rama Vučić interpretohet, është shumë interesante kjo, interpretohet si ekstension, si vazhdimi i Ballkanit hapur, ndonë se Ballkani hapur me ultimatumin e Bashkimit Evropian është arkivuar në koshën e plerave, por autorët e kësaj nisme duhet të kalojnë në një formë tjetër, formën e antarësimit pa kriteret e Kopenhagen, domethënë pseudo-antarësimin në Bashkimin Evropian në mënyrë që të mund të vazhdojnë projektin e tyre të Ballkanit hapur. Tjetër. Konkluzione kryesore, kushtimi rreth në procesin e antarësimit, cilësia e reformave dhe edhe të miratim formal, shqetësimet kryesore, korrupsioni, pavarësia e gjyqësorit, liria e mediave, mos funksionimi i parlamentit, çdo reformë do të jetë e qëndrueshme, thellë dhe pakthyeshme. Faleminderit. Së dyti, jam këtu për të denuar me forcën më të madhe aktin më të papërgjegjshëm, dëshmin flagrante të kontrollit të plot të drejtësisë nga Edi Rama, nxjerrjen nga arrest shtëpie të Mirlinda Kaçanajt, dje nga ish ministri i Partisë Socialiste Ilir Panda. E kam theksoj se Mirlinda Kaçanaj është balluku bis dhe shkur ballukut. Dhe Edi Rama pasi mbylli çështjen balluku duke përdorur 83 votat e krimit, ja doli nëpërmjet Ilir Pandës, ish ministri socialist, të nxjerr nga arresti shtëpiak një eksponent kryesor të grupit të strukturuar kriminal, të vlerësuar nga Prokuroria Speciale, grupi strukturuar kriminal, vetëm e vetëm sa ajo në çdo hap, në çdo veprim, në çdo akt, ka zbatuar lindat, ka zbatuar urdhrat, kërkesat e lindës së Surrelit. Ka qenë në një farë mënyre një kukull në duart e saj dhe ka lejuar që nga ajo agjenci
të paktën 600 milion euro të vidhen përvetësohen në mënyra të ndryshme nga çifti Rama, duke përdorur si agent në këtë rast të tyre Armand Frangun, Baxhanakun e Rams, por jo më pak edhe Erbysh Agasin dhe Ermal Beqirin. Ky akt i shëmtuar është goditja më e rëndë që i jepet sistemit të drejtësisë, është goditja më e rëndë, është shpërblimi më i tmerrshëm që bëhet hajdutëve që vjedhin për llogaritë e Edi Ramës. Mirlina Kërçanaj, një ditë prej ditësh, u mor në një mbrojtje nga Edi Rama, i cili veç se sa nuk derdhte lot për mirëlindjen këtë njeri kaq të mirë, për mirëlindjen kaq të suksesshme, që jetonte sipas këtij hajduti gënjeshtar në një shtëpi me qera dhe nuk kishte as makinë, madje nuk dinte as të ngjiste makinën. Në një kohë kur dosja hetimore me dhëna paraprake faktoi se Mirlinda kishte vila, jo një po disa, kishte apartamente, jo një po disa, kishte ara dhe ullishte, kishte makinë luksoze, personale, dhe këto janë vetëm hetimet paraprake. Me gjithë këto dhana që dolen, Rama urdhoni Lirpandën për të nxjerrë Mirlindën, pasi e mbroi në postin e saj kopjen e saj. Tafaj, një hajdut me çizme, i cili duhet hetohet thellësisht dhe për inkriminim e mundshëm si hacker i sistemeve që ai ishte i autorizuar t'i mbronte. Pra, me këtë akt mbyllet të dashur qytetar dhe qytetare i përpjekje që u bërë nga organet e ligjit për të goditur korrupsionin. Ndaj dhe sot, fjala është vetëm e qytetarëve, vetëm e qytetarëve. Të mos harrojmë se ky dokument që u votuar nga 180 deputet të Komisionit Jashtëm Parlamentit Evropian, me të gjithë problematikat që rrjedhton, pret përgjigje nga qytetarë shqiptarë. Nuk mund të pres përgjigje nga Edi Rama, sepse ai është autori, është shkaku i të gjitha këtyre çështjeve. Ndaj dhe sot është një ditë e juaja të dashur qytetar, një ditë në të cilën përballemi me hajdutët dhe armiqt më të egër të kombit shqiptar, le të mbushim ne rrugët dhe sheshet e Tiranës në kryengritjen tonë paqësore për të ecur të sigurt drejt qëllimit tonë, përmbysjes këtij regjimi, rikthimit votës lirë dhe fitores opozitës. Faleminderit. Zoti Berisha, ju mbani sot protestën e 8 kombëtare, një protestë që vjen edhe pas zhvillimeve të fundit nga Brukseli. Cili do të jetë ndryshimi krahasuar me herët e kaluara dhe a do të vazhdojë vala e protestës së opozitës në të njëjtën ritëm? Faleminderit. Vala e protestave të opozitës nuk ndalet kurrë gjën realizimin e qëndrimit. Shpallja jonë se jemi në kilometrin e fundit shënon gjithashtu detyrimin ton për ta përshkuar me çdo shpim dhe me çdo kush këtë kilometër gjën fitore.
Dhe si të shifni, ky raport që dallon si nata me ditën në raportin e një viti më parë, dëshmon se në Shqipëri armiq kryesor, në të vërtetë, problem kryesor për korrupsionin është për integrimin, është Edi Rama, si krejë organizatë kriminale, qeveritarët e tij, parlamenti, është Lubi Balluku, që ka marrë të gjithë frenat në dorë, janë këta hajdut, të cilët me absolute nuk duan kur integrimin, por duan vjedhjen dhe pasurimin e tyre me vjedhjet e fondeve dhe pasurive publike të shqiptarëve. Ndaj dhe protestat janë zëri vetëm më i fuqishëm i shqiptarëve dinjitos, i shqiptarëve që spajtohen me këtë situatë. Faleminderit.